Shqipëria është vend antar i NATO-s. Dhe në qoftë se ka një flamur tjetër që ajo duhet të shfaq, është flamuri i NATO-s, i cili ishte në të gjitha institucionet. Në një akt të parë, në një nga urdhrat më të parë, ai urdhroi të hiqej flamuri i NATO-s nga të gjitha institucionet. Edi Rama është personi i vetëm në Europën ish komuniste që ka organizuar protesta të egra kundër antarësimit të Shqipërisë në NATO. Dhe tani, i çekuilibruar totalisht, kërkon të dhunoj kushtetutën dhe të paraqitet si flamurtar për plotësimin e fondë e buxhetit për NATO-n. E vërteta është që buxheti për NATO-n sot është 1.3%. Zoti Berisha, a do të merrni pjesë 1.3%. në seancën e votimit në orën 15? Ne nuk votojmë në procedura antikushtetuese në mënyrë absolute. Pra deklaroni bojkotin në seancën e orës 15? Ne jemi, edhe njërë, ne jemi pro kredis dhe shpreh mirënjohje, por ne kërkojmë që kjo kredi, kjo procedurë të bëhet në përputhje me kushtetutën dhe jo qëndrimet vullnetin e lik antikushtetues të Edi Ramës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ose qeveria e Shteteve të Bashkuara e ka dorëzuar në qeverinë këtë marrëveshje muaj më parë. Çka do thot, kjo marrëveshje kaloi në qeveri me datën 20 e sa qershor. Dhe këta e mbajtën nga 20 e sa qershori për ta sjellë në parlament me 28 korrik, me 28 korrik. 24 korrik. 24 korrik, më falni, po 24 po ishte weekendi, mes për ta sjellë në